Në anën tjetër, pretendimet për ndërhyrje, kryeprokurori i ka quajtur të pavërteta. Atëherë, unë mund të them që këto pretendime janë të pabazume, totalisht janë të pabazume, edhe nuk e di çka konsiderohet ndikim kur unë kam ushtruar detyrën time zyrtare që jam thirrur me ligj. Domethënë, unë jam në një farë forme mbrojtës i kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë. Nëse unë kam konsideruar që me veprimet e mia, udhëzimet e mia e mbroj ligjshmërinë, pavarësisht kush është palë në procedurë, pavarësisht kush merr pjesë atë, domethënë unë konsideroj veten që nuk është pushtimi i ndikimit. Është vendim që është në kuadër të autorizimeve të mia, komplet ligjore. Po që se nuk e kisha bën këtë autorizim, do të kisha hyrë në sferën e përgjegjësisë, sepse kisha lejuar që të shkelet ligji në dëm apo në favor të dikujt tjetër. Në anën tjetër, Alvin Sherifi thotë se kam bërë edhe një kallëzim penal ndaj kryeprokurorit Çerkini për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar. Ky i fundit thotë se nuk është i njoftuar për këtë kallëzim penal. Unë nuk kam asnjë njoftim apo konfirmim zyrtar që ka kallëzim penal ndaj meje. Sidoqoftë, përveç informacionit që tash po më jepni, sidoqoftë secila palë në Kosovë apo në një shtet ligjor ka drejt të parashtroj kërkesë apo ankesë, po mendon se ka të drejtë. Unë jam shumë i qetë dhe plotësisht i bindur në ligjshmërinë e çdo udhëzimi që kam dhënë në këtë rast. Unë absolutisht. Ne ushtrojmë punën si prokuror që 16 vite. Donë pozita ndryshme. Nuk është hera parë që kemi ankesa ndaj punës tonë, edhe nuk është hera parë ndoshta që kemi edhe kallëzime penale. Unë sinqerisht nuk di që ka ndonjë kallëzim penal ndaj veprimeve të mia nga ana e PSR-s, nuk jam thua asnjëherë nga ana e PSR-s për dhënë deklarat. Këto e morra si informacion nga ju, po kjo nuk do të thotë nuk çon pesh a ka kallëzim penal apo s'ka kallëzim penal, sepse unë ndiem mjaft i qetë dhe i bindur për veprimet e lehtëshme të mia që kam dhënë në kuadër të udhëzimit të dhënë policisë. Kështu që procedura vazhdon atje, procedura vazhdon këtu. Nëse prokuroria speciale është e arsyeshme më interesu, unë jam i gatshëm që të përgjigjem, qoftë me raport, qoftë me deklaratë, qoftë çka do që. Prokuroria speciale në një përgjigje me shkrim për betimin për drejtësi ka thënë se rasti është në shqyrtim. Prokuroria speciale ka ndërmarrë veprime në grumbullimin e informacioneve dhe provave relevante lidhur me rastin në fjalë. PSRK është duke analizuar provat dhe informacionet e siguruara nga institucionet përkatëse në mënyrë që të shqyrtohet ndërmarrja e veprimeve të mëtutjeshme.